Zoti Matoshi. Po, mas pari, më duhet me qenë së është debati i parë me zonjën Besa Shahini, po du me i thonë një bravo, që ka pas guxim me kandidu në një vend që ka tradit burrave të fort të Prishtina, do më thonë se ka pas asë njëherë një femën. Një grua. Një grua, më falë. E ka pas Gjakova, po jo qytetet e tjera. Dhe është për një me inkurajuse. Edhe kur po them që ka fillu një reformë politike e partive tradicionale në Kosovë, këto e ku mbështet që gjitha partit, madje edhe partit që udhëheqen prej burrave të fortë një me të Kosovës, kanë nominu gra, kanë kandidu gra për komunat e ndryshme, madje edhe Alianca, edhe PDK-ja, edhe LDK-ja. Edhe ju, si përfaqësuese e socialdemokratëve të Kosovës, për një me i rekomandoj gjithë ata që kanë pikpamje paka shumë të majta dhe pikpamje ma sensitive sociale që ta votojnë Besën natyrisht. Por u ndalëm veç të banimi i përballueshëm dhe arsimi, për shkak se ju veti keni promovu, si dy çështjet që ju keni dashur përmes tyne me sensibilizu një votues Prishtinës. E para, në fillim, ku ju flisni për banim përballueshëm ose më të lirë, sikur ndërhyni në tregun e lirë. Domthonë kjo pikpamje krejtësisht e majt, banimi i lirë, ose kuptoj. Kur filloj me kuptu, edhe nga fjallët e juve kjo del që është super e djathtë, sepse pe ndeshkon me toks. Ata që nuk banojnë. Prandaj këtu po më duket pak paradoksale bes kjo. Sepse toksat, ju e dini që toksat ndeshkues ose toksat e rritna janë politika djathta. Kurse banimi i lirë, qysh me atë banimi i lirë kur çmimet i përcakton tregu, jo Halili, as Besa, as një parti politike. Prandaj, këtu kisha dashur një sqarim me kuptu na, ose qytetarë, ose votuesi yt i të dijes. Dhe pjesa tjetër për arsimin do kthehena ma vonë. Po. Faleminderit për pyetjen edhe për fjalët e mira në fillim. Berlini kishte taks 5 deri në 6% për njerëz që nuk janë rezident, pra njerëz që thjesht veç dojnë me investu në Berlin, për shkak se ka shumë të rëndësishme që banimi